Kryetare Kuvendit, i nderuar i Zoti Kryeministër, të nderuar zënës kryeministra, ministra, të nderuar deputet. Partia Demokratike e Kosovës vlerëson se çështja e zgjedhjes së presidentit nga populli është një temë shumë e rëndësishme kushtetuese. Është një temë që meriton trajtim serioz institucional dhe politik. Po a është ky trajtim serioz? Unë e tham as pak. Qysh me i thonë trajtim serios, këtë rast, ku dhe propozusja e këtyre amandamenteve, në orët e fundit të mandatit saj, i gjenë disa amandamente të trajtura për para 15 viteve. Vje keq, zonë e kryetare e Kuvendit, që edhe Kuvendi po hin këtë vale të trajtimit të aktit më të lartë juridik të vendit Kushtetutës Republikës Kosovës, amandamentimit Kushtetutës në një mënyrë jo serioze. Seanca thirret për një çështje kaq të rëndësishme në 15/8/7:45 dhe materialet deputetëve ju vinë në ora 8:30. Si munden deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës për një temë kaq të rëndësishme, për aktin më të lartë juridik të vendit, të flasin pa i pranuar dokumentet. Në parim, Partia Demokratike e Kosovës ka qenë, është, edhe sot, do të jetë edhe në të ardhmen që presidenti të zgjedhet direkt nga populli, nga qytetarët. Mirë po, kjo don një trajtim serioz dhe kjo domosdoshmërisht do të jetë e vendosur mrena kvadratit ligjor, mrena Kushtetutës Republikës Kosovës, mrena procedurave, mrena rregullave që kërkojnë të trajtohet kjo çështje. Nuk është respektuar rregulloria e punës të Kuvendit, nuk është në përputhje me ato çka ka thonë gjykata kushtetuese lidhje me vlerësimin e kushtetueshmërisë së amandamenteve të propozuara. Prandaj, ne konsiderojmë që kjo do një diskutim më të gjerë, një konsenzus më të gjerë, edhe politik, edhe me subjekte politike, edhe gjithë tjerëve që në të ardhmen starton në mënyrë të rregullt diskutimi për amandamentimin e Kushtetutës Republikës Kosovës edhe posaçërisht për zgjedhjen e presidentit apo presidentes të Republikës Kosovës drejt për drejt me votën e qytetarëve. Prandaj, në këtë mënyrë ne nuk mund të flasim në mënyrë meritore sonte. Kjo sonte unë prit që jo sonte në fakt shumë më herët që Kosova të ketë zgjedhur presidenten apo presidentin dhe ju në vim këtë situatë ku në orët e fundit mandatit deputet e Kuvendit të Republikës Kosovës të sfidohen me një seancë të jashtëzakonshme pa material dhe të flasëm për plotësim ndryshimin apo amandamentimin e aktit më të lartë juridik të vendit Kushtetutës Republikës Kosovës. Në parim jemi për, po kjo kërkon një trajtim përputhje me rregulloret, me ligjin edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Faleminderit.